mbaj mend kur ne kemi luftuar, Serbia krenoi me tenkat e saj si një superfuqi. Tash është koha që ata t'i çojnë, t'i shkrinë, t'i bëjnë hekur për armaturë, se mua nuk ju duan. Kam qenë pjesë e ushtrisë ligjare të Kosovës edhe kam gjak uniformën. Kështu e mbaj me krenari edhe pse nuk jam më aktiv, jam në pension. Të Shqiponja është diçka që kam dashur me mbajt me vete gjithmonë. Përshëndetje. Përshëndetje. Nderuam si je mirë. Mirë, faleminderit. Si ju? Mirë, faleminderit. Jemi për emisionin 05, jemi sot në aeroport, na trego pse jeti këtu. Po kam dalë të pres një mikun tim, vjen me familjen e vet. Domethënë ke dalë me politikën. Po. Në rregull, nderuam se ishim duke qëndruar këtu në poshtë një të veçantë, një tatu, shqipunje, aty në qafë. Na trego çfarë do të thoni ka shqipunja për ty edhe pse ke vendos pikërisht aty, e madje edhe me një kryq. Shqiponja nuk ka domethënë vesh për mua, po ka për çdo njeri që është shqiptar dhe që e ndjen në zemër. Edhe veshën po ashtu. Po, kam qenë pjesë e ushtrisë ligjare të Kosovës edhe kam gjak uniformën. Kështu e mbaj me krenari edhe pse nuk jam më aktiv, jam në pension. Të Shqiponja është diçka që kam dashur me mbajt me vete gjithmonë. Ndërsa kryqi është thjesht dëshira ime, është çështja ime personale, shumë private, jo, nuk jam ndonjë fetar fanatik, unë jam besimtar në Zot si ku gjithë tjerët, i përkas besimit krishter, jetoj mes gjithë muslimanëve, vëllezërve të gjakut, është fat i madh që ne shqiptarët e masim njëri tjetrin përmes gjakut, jo përmes fes. Feja është çështje shije, unë e vesh uniformën, ti e vesh një xhinks të zi, edhe secili respektojmë teshat e njëri tjetrit, kështu është edhe puna e fes. Mirë, po kjo është një nga pjesët e krenarisë që mbaj. Me përmende ushtrinë lirimtare të Kosovës, se ke qenë pjesë e saj. Na trego cili është momenti që nuk e harron asnjëherë. Ka shumë. Një prej tyre. Një nga gëzimet më të mëdha ka qenë bombardimi i NATO-s. Atëherë përveç sakrificës tonë të pashembullt përballë një ushtrie që ka qenë superfuqi ballkanike, me bombën e parë të NATO-s u mor vesh që ne fituam aleatin më të madh dhe bashkë me aleatin e fituam dhe pavarësinë e kësaj pjese të përgjakur nga forcat barbare serbe. Është nënshkrimi i marrëveshjes të Kumanovës, ku forcat jugosllaveve që janë tërheqë me turp për Kosovës, është shpallja e pavarësisë Kosovës, është njohja e pavarësisë nga gjykata ndërkombëtare dhe tash më së fundi për çdo ditë gëzohemi kur e shikojmë ushtrinë e Kosovës duke u forcuar sistematikisht edhe me dronë, edhe me armatim, edhe me raketa antitank. Mbaj mend kur ne kemi luftuar, Serbia krenoi me tenkat e saj si një superfuqi. Tash është koha që ata t'i çojnë, t'i shkrinë, t'i bëjnë hekur për armaturë, se mua nuk ju duan. Faleminderit shumë, kënaqësi që ndojtë e kohë. Respekt, faleminderit. Faleminderit shumë.